Zakonisht kur njerëzit mbyllen bashkë për një kohë gjatë, energjitë fillojnë me qarkullu pak më fort. Grupi fillon me kriju role. Dikush e merr pozitën e liderit, siç është pa, dikush i shkon mbrapa, edhe dikush bie në pozitën e dopt. Në këtë mjedis, tensionet nuk shpërndahen, sikur rolet, por bllokohen brenda 4 mureve. Edhe ndjenjat fillojnë me u forcu shumë shpejt, shumë më shpejt se sa në jetën reale. Grupi e fuqizon veten duke gjetë një person të dopt për me vendosur në qendër të sulmeve. Edhe mandej njerëzit fillojnë mi harru kuflit emocional, sepse dinamika aty brenda e bën që kjo më duk shumë normale, domethënë që kjo është ndodh çaj presioni. Edhe kjo është edhe kjo pse bëjmë kur rasti palet sepse fillojnë me u shkëput prej realitetit edhe hyn në një botë brendshme ku aty e humbi kontrollin. Po. Dhe a mjafton që një sjellje e tillë në anë paraskaloj tek Redioni dhe tek Jahidi të justifikohet si pjesë e lojës? Jo, normalisht që nuk mjafton. Sepse loja i ka rregullat e veta, por nuk ka të drejtë mi fshi normat njerëzore. Kur ka sjellje për shembull që janë pjesë e strategjisë, si për shembull nominimet, debatet, lojrat e mendjes. Po kur dikush po përballet me ofendime, tallje ose mohim emocionale, apo shtryrje drejt izolimit si rastin e Elionës, kjo nuk është më lojë. Kjo është sjellje që cenon dinjitetin e njeriut, sepse loja i ka kufit e vet, por respekti është i panegociueshëm, domethënë brenda qoftë jashtë qoftë brenda një formatit. Po, dhe Redion dua të pyes ty